rrugor, infrastrukturë rrugore. Ta shko diskutim me banë po jo, pa politikë. Po du me marrë që krahasim të vënesave në investime. Kushtërimin general do të kushtërimin me politikë. Ajo ku ishte hipodromi e tjera. Nuk janë këto gjërat përkohshme. Unë mendoj se projektet strategjike në sport janë asete, edhe ekonomike, edhe kulturore, edhe diplomatike, që do mbeten Kosovës për General, për breza të rinë sporte, ku ta diunë. Hipodromin që quajte atë pjesën e kalirimit, si shembull e mora, jo është sport I cili në Kosovë nuk është I zhvilluar edhe ai do të jetë I përkohshëm. E mora si shembull njëri prej sporteve që mund të jetë I përkohshëm, sepse duhet me pas ligë, duhet me pas garë. Ose në kriket më duket ka me pas, ose në Kosovë kena kuaj sa dush prove balloje do milion ato, sa kohë është. Sa kohë është brojna. Bash hipodromin do të milion. Veni për kuaj. Veni për kuaj, s'po ima në nacional, veni për kuaj milion atë. Se sa kohë është, të të na knoqin bile, veni për kuaj e kanë aty edhe. Jo. Disi, është një çështje e cila na po diskutojmë anën praktike çka mund të bëhet edhe shumë frikë po futet në drejtim të asaj se kinse Kosova s'ka me qenë në gjendje me rregullu infrastrukturën për lojrat mesdhetare. Komisioni po punon. Nuk është 3 vjet, për shkak se 3 vjet e gjysmë do të më kon gati. Jo,